Në lindjen e juj, vllau nuk shpëtoj dot, a? Jo, nuk ka shpëtu. Çka din ti nga prindrit për këtë histori të lindjes së ju të dyve? Unë kam lind para kohës, si që kam cek edhe në për emisionet tjera. Kjo ka ndodhë, kemi pas lindje faktikisht para kohë, po pesha ka qenë shumë e ullet në atë kohë, në vitin 1992 kur kemi lind. Edhe në bazë të peshës shumë të ullt është dasht me na vendos në inkubator. Na kanë vendos, se ne kemi lind dhe qanë, po prej mungesës nga oksigjeni dhe mungesës aparaturës në atë kohë që ka qenë situatat, regjimet, ndryshme, dënshme, si kohë e para luftë e disi, edhe familja është detyru me na dërgu për pej. Në spitalin e pejës na kanë transferu në Prishtinë, prej aty direkt na kanë dërgu në Beograd. Në Beograd e kemi pas, ka ndodhë fatkeqësia se aty kur na kanë mbulu në inkubator, sytë nuk na i kanë mbulu fare. Edhe derisa na kemi dalë prej inkubatorit, ata nuk kanë mujt me vrejt ndonjë shqetësim që fëmijët kemi pas. Edhe gjithë kanë me atë brengën si çka po ndodhë, edhe kur ka dalë mjekja prej sallës, edhe ju ka thonë prindve që nuk reagon, nuk po reagojnë fëmija. Edhe atëherë është kuptu që, është konstatu që unë kom lind, do me thonë, përpos që para kohë, kom e pas edhe mungesën e shikimit. Vllau ka vdek në mars të ati viti, 1992. Vllau nuk e kanë leju kufomin e ti me sjellë në Kosovë fare. Nuk e kemi varros në Kosovë, po është thonë në atë kohë që është ka vdek edhe nuk kem pas kur farë lajmi sot dhe asaj dite për ta më. A ka marrë dikush përgjithësi Leutrim? A është thonë, a është konstatu ose pranu prej stafit mjekësor që kjo ka ndodhur për shkak të pakujdesis, apo si me thonë i kanë ikë përgjithësis? Ata veç e kanë konstatu që na nuk kemi mujt me vrejt kur gjohë që nuk po reagojmë ose nuk po mujt me pa diçka ose sy diçka në rregull nuk kanë qenë ose diçka, po vetëm që na kanë informu, prindrit i kanë informu që duhet me na vendos në inkubator pa tjetër,